Vendi hyn në një periudhë më të gjatë me mot me diell dhe shumë të nxehtë, ku aktivitetet e përditshme, lëvizja në qytet, puna jashtë, madje edhe qëndrimi i shkurtër në një automjet të mbyllur mund të paraqesin rrezik serioz për shëndetin. Sipas meteorologëve, sot temperatura do të ngriten deri në 39 gradë Celsius. Megjithatë, kjo është vetëm fillimi i periudhës së vapës ekstreme. Në temperatura shumë të larta, organizmi e ka më të vështirë të ruajë temperaturën normale të trupit. Kur temperatura e ajrit afrohet ose e tejkalon temperaturën e trupit të njeriut, tuhja natyrale vështirësohet, veçanërisht kur lagështia e ajrit është e lartë. Prandaj mos prisni të ndjeni ecje për të pirë ujë, konsumoni lëndje rregullisht gjatë gjithë ditës. Instituti i Shëndetit Publik rekomandon që ekspozimi drejt për drejt në diell dhe aktivitete në ambiente të hapura të shmangen nga ora 11 deri në ora 17. Vapa nuk ndikon njësoj tek të gjithë. Më të rrezikuarit janë personat mbi 60 vjeç, gratë shtatzëna, foshnjat dhe fëmijët, të sëmurët kronik, qytetarët në gjendje të rënduar sociale, personat me mbipeshë, punëtorët që kalojnë pjesën më të madhe të ditës në ambiente të hapura. Punëtorët e ndërtimtarisë, bujqit, policët e trafikut, kurierët dhe të gjithë ata që punojnë në diell janë ndër kategoritë më të ekspozuara. Ditët në vijim do të kërkojnë ndryshim të ritmit të përditshëm, detyrat të kryen herët në mëngjes ose në mbrëmje, aktivitetet fizike të kufizohen dhe një shishe me ujë të jetë pjesë e domosdoshme sa herë që dilni nga shtëpia. Vapa nuk mund të shmanget, por pasojat e saj mund të parandalohen në masë të madhe me kujdes dhe respektimin e rekomandimeve të autoriteteve shëndetësore.